Dita e 5 në punë. Tani shihni pak këtu. Ka filluar pushimi që në datë 24 diku nga mesdita, pra të mërkurën e javës së fundit të vitit. 25, 26, 27, 28 pushim. 29-30 ishin punë, po duke filluar nga data 31 s'kishte njëri punë. E pastaj 1, 2, 3, 4 pushim, sot 5, më në fund në punë. Pra, në 2 javë të fundit është punuar e s'është punuar 5 ditë. Në total. Shikoni, ka ditë pushim, natyrisht janë të vlefshme, për cilin do që do të rikuperojë nga gjithçka që ka kaluar nga vitje, do të nisë me energji të reja në vitit, por janë ca punë që nuk presin. Nuk presin. Për shembull, në këto ditë pushimi ka marrë 10 mesazhe nga bujq, që ende nuk kanë marrë parat e vitit që shkoi si mbështetje për naftë apo për masat tjera mbështetëse në bujqësi. Nga jo që kuptoj sot mëngjes janë gati 13 milion euro nga viti që shkoi pa paguar, pra nga programi i vitit që shkoi pa paguar dhe ushtuan me akt normativ dhe 19 milion euro të tjera. Pra janë gati 32 milion euro që duhet i shkojnë bujqve. Dhe duhet i shkojnë bujqve sa më parë të jetë e mundur. Natyrisht, AZHBR, quheni si doni, dështoi që të paguante brenda datës 31 dhjetor të gjitha paratë. Ju kam thënë njerëzve që do t'i marrin brenda janarit. Dhe janë jetike. Shikojni tremujorin e 3 të vitit që shkoi. Nuk e mbaj më mend i sa të tremujor është me rëni. Bujqësia, pyet edhe peshkimi. Nuk e di i sati është më me rëni. Pra ka njerëz, ky sektor ka nevojë për para dhe parat janë aty. Kemi patur problem kur nuk ka patur para. Tani që parat janë aty, të mos paguajmë fermerët është turp. Nuk e di pse rrinë ata njerëz. Pse rrinë? E ti çfarë ta caron më shumë në këtë vend kur institucionet përpiqen të nxjerrin gënjeshtar. Dje disa bujq më quan një njoftim që ishte shpërndar lart e poshtë nëpër media të AZHBR, e cila ju thoshte bujqve se ju kemi paguar parat brenda datës 31 dhjetor. Për fjalë për 1.5 miliard lek që duhet i kishin paguar shumë herë, por ju thot që ja u kemi paguar, ja u kemi derdhur në bankë dhe banka tani po bëjnë kalimin pjesë. Mundova sot shikoja faqet e Ministrisë së Bujqësisë që ka vetëm takime me apo aktivitetet të ministrit apo faqen e AZHBR-s që ka vetëm kutia, po njoftim nuk ka. Tani, si është e vërteta? Nga brenda AZHBR-s, nga brenda AZHBR-s. AZHBR ka regjistruar në sistemin e saj, deri në datën 31 dhjetor ose në datën 31 dhjetor, fatura ndarë sipas bankave për 1.5 miliard lek. Pra, fatura ndarë sipas bankave. AZHBR ka haruar në datën 31 dhjetor që ti miratoj vetë si institucion në sistem. Miratim që e do e mos procesi që parat të hiqen nga thesari apo të transferohen nga thesari sipas urdhërimit të AZHBR në Bankën e Shqipërisë dhe pastaj në Bankën e Nivelit 2. AZHBR e ka bërë vetëm sot miratimin në sistem. Tani procedura vazhdon. Thesari ka 5 ditë kohë për të miratuar faturat e AZHBR. Dhe pastaj t'ia dërgoj Bankës së Shqipërisë dhe Banka e Shqipërisë t'ia dërgoj si fatura bankave të nivelit të dytë. E pas kësaj do duhet që AZHBR t'u dërgoj bankave të nivelit të dytë listën e bujqve dhe blegtorëve që përfitojnë
këto 1.5 miliard lek që duhet I kishin përfituar vitin që shkoi. Pra, qartë dhe shkoqur. AZBR nuk ka paguar akoma buqit, ose më shkoqur akoma buqit dhe blegtorët që do t'i merrnin parat brenda datës 31 dhjetor, nuk I kanë marrë akoma dhe do duhet akoma shumë ditë për t'i marrë ato. E thjesht fare, AZBR mund të kishte punuar në datë 3, në datë 4, në datë 5 për miratimin e faturave e për t'ia kaluar thesarit më herët. Mund ta kishte bërë dhe vitin që shkoi. Dua t'u informoj dhe të këmbeni disa fjalë lidhur me paketën fiskale që u miratua ditën e njëjtë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Kam heshtur nga ejtja e këtej, kam qepur gojën sepse doja të isha shumë qartë për qëndrimin tim në raport me paketën fiskale, disa ligjet të saj dhe natyrisht transparencën me secilin prej jush. Unë nuk votova një pjesë të ligjeve të paketës fiskale dhe kam qenë I bindur për të mos votuar për to. I pari është ligji për rivlerësimin e pasurisë paluajtshme dhe ka një arsye. Nuk u mor parasysh amendimi im për të përfshirë në ligj rivlerësimin e shtëpive në proces legalizimi apo të legalizuara dhe të paregjistruara. Një proces që ka nisur prej 25 vitesh e nuk mbaron kurrë dhe ka një arsye, është korrupsioni që e pengon. Tani, ka ndodhur rivlerësimi I pasurisë së paluajtshme duke filluar nga viti 2019 deri në mes vitit 2022. Dhe ligji fillestar e ka përfshirë, ka qenë një propozim I deputetit të asaj periudhe, I cili ka pasur nen posaçëm nenin 2 rivlerësimi I pasurive të paluajtshme në proces legalizimi dhe regjistrimi. Është miratuar dhe është bërë ligj. Pastaj ka pasur 2 zgjatje të afatit me 2 ligje të tjera dhe në të dyja zgjatjet e afatit ka qenë përfshirë procesi I rivlerësimit të pasurive në proces legalizimi apo të legalizuara edhe në proces regjistrimi. Vetëm këtë herë nuk merret parasysh. Dhe e dini pse? Sepse kadastra, agenti I Ministrisë Financave, në këtë rast tha që është punë e vështirë, nuk e bëjmë dot. Kush nuk bën punën, duhet ikë, sepse kjo punë është bërë më përpara. Pse votova unë kundër, apo pse nuk mora pjesë fare në votimin e kësaj gjëje, pasi më votuan kundër amendimin tim, për një arsye shumë të thjeshtë. 10 pallate në njësi numër 5, duke filluar nga komuna e Parisit edhe më gjërë, por mbi të gjitha, 10 qindra shtëpi në selit sipër autostradës dhe poshtë autostradës janë të përjashtuara tashmë nga procesi I rivlerësimit. Unë jam votuar t'ju shërbej njerëzve. Jo votoj ligje kohë.